Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjëllit të Tënë Zot dhe më pas do të lutim edhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. Ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lemërimin e engjëllit, na i zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat të purgatorëve, Ati ynë që je në qiell, u shetroftë emri të ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijëm në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepo o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita pa mbaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndret, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani po vazhdoj me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e 11 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Mbreti fort hyj i vërtet që sundon të gjitha sendet, me ndriqim bajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flaket e shamatave, flake zjarrin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baraz me Atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Pranoje o Zot shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate. Psalmi 119. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzote shpifësit e mi. Hyr dorëzan për të mirën e shërbëtorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shteren prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregulloret e tua. Unë jam shërbëtori yt, më jep kuptim t'i njoh dëshmitë e tua.
Koha është të dëftohesh, o Zot, se e prishën ligjin tënd. O sa i dua urdhërimet të tua, më tepër se arin, se gurin e çmueshëm. Dërgu ti mbaj urdhërimet të tua të gjitha, e urej çdo udhë gënjeshtre. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pranoje, o Zot, shërbëtorin tënd, sipas dashurisë sate. Antifona e dytë. Shikojeni Zotin e do të ndriqoheni. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti e mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtet e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më shliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriqoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnore thiri në ndihmë e Zoti e dëgjoi, dhe shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngrej llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtrit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanekët u varfëruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shikojeni Zotin e do të ndriqoheni. Antifona e tretë. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Pjesa e dytë e Psalmit 34. Ejani o bi e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë shumta për të gëzuar të mirat? Rudhe gjuhën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqes e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiq atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sado të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqjave do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Leximi i shkurtë i orës së 6 Galatasëve kapitulli 5. Mos të jepemi mbas lavdisë së kotë, mos ta ngacmojmë njëri tjetrin, mos t'ja kemi smir njëri tjetrit, mbartni njëri tjetrit barrin e kështu do ta plotësoni ligjin e Krishtit. Është bukur kur vëllezërit jetojnë së bashku. Zoti mbush me bekimet e veta. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na e dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.